Edhe si klub edhe si organizim është përballë me Superligën që është jashtëzakonisht e egër, pastaj mu personalisht më ka ardhur shumë keq që Shpëtim Baba është një trajner jashtëzakonisht i mirë dhe një trajner me perspektive, ka marrë momente të shumë sidomos trajnerave për shembull që në fillim të karrierës nuk i kisha preferuar shumë mu fut me fillu me ujna ma të qeta, jo me fillu me njerë në... A është gabim i babajt një vendim i tillë? A është gabim i babajt një vendim i tillë? Unë kam bisedu edhe me Shpëtimin, ai më ka thonë se i ka ardhur keq me refuzu, pasi që ka qenë drejtor aty edhe një farë forme ka mendu me ndihmu skuadrën edhe e ka pranu, domethënë nuk është gabim i Shpëtimit apo jo, por unë besoj që është dashur me prit me marrë skuadrën në ujna pak ma të qeta. Se te Prishtina re pe marrëm pe qojmë edhe Guardiolën, ose këtë Hansi Flickun pe qojmë. Ose Allansën që është karpej arsimi për ojë. Apo kupton? Edhe më ka ardhur jashtëzakonisht keq edhe për klubin, sepse thonë që është një klub shumë i organizuar, që çdo gjë është me rregull, që janë shumë entuziast. Po. Por që vetë i kam bo, domethënë, disa gabime në hapa.